Nga Volosi në Korçë me një mision të qartë të bëhet një nga shtyllat e mbrojtjes së Skënderbeut, Jorgos Lagonidis është një nga afrimet e verës që ka tërhequr vëmendje në kampin Bardekuq dhe që në javët e para mbrojtësi grek po tregon që mund të jetë një nga surprizat e këtij sezoni të Skënderbeu. 24 vjeçari është qendërmbrojtës shtatlart, plot 1,94 cm i gjatë dhe ai vjen me një eksperiencë nga futbolli grek, ku së fundmi ishte pjesë e Volosit. Por përshtatja me një ambient të ri nuk ka qenë problem për Lagonidisin. Korça, atmosfera e qytetit dhe mënyra si është pritur nga skuadra kanë bërë që greku të ambientohet shumë shpejt. Shokët e skuadrës po dhe gjithë tifozët e rrugët e qytetit më kanë pritur shumë mirë. Shumë njerëz këtu flasin greqisht dhe kjo ma bën edhe më të thjeshtë ambientimin. Jam një ekip shumë të fortë. Korça gjithashtu më pëlqen shumë si qytet dhe e kam marrë me shumë entuziazëm aventurën time tek Skënderbeu. Gjithashtu brenda grupit të shpërshtatur mirë dhe në fushë ka nisur të jap sinjale pozitive. Madje nuk ka munguar as kontributi në fazën sulmuese. Lagonidis ka gjetur golin e parë me Skënderbeu në këtë fazë përgatitore, duke treguar se gjatësia dhe loja në ajër mund ta bëjnë të rrezikshëm edhe në goditjet standarde. Dua të jap më të mirën për këtë klub dhe premtoj publikisht që nuk do të kursehem në asnjë moment. Jam totalisht i përqendruar të paraqitemi mirë këtë sezon me fanellën e Skënderbeut dhe të mos zhgënjejmë tifozërinë e mrekullueshme korçare. Objektivat janë të qarta. Mbrojtësi grek kërkon të ndihmojë Skënderbeun të ndërtojë një skuadër konkurruese dhe të luftojë për objektivat madhor të sezonit. Një grek në zemër të mbrojtjes bardekuqe që tashmë duket se ka kuptuar mirë se çfarë do të thotë të luash për Skënderbeun.